Alon, dojna me dalë një pjesë shumë interesante që është ma e kërkueshmja prej shikuesve tanë, është me ndërtu futbollistin ideal. Më thonë ti që shih futbollistat këtë botë, jo domos do bashkëtar, por futbollist ideal sipas teje, fillimisht këmba e djathtë që e zgjedh ti. Këmba e djathtë. Për çka ke po? Këmbën e djathtë kisha thonë Ronaldo. Cristiano. Po. Këmba e majt. Messi. Normal. Okej, e dim ku jam. Shpejtësi. Qof me top, qof pa top. Shpejtësi. Zdi, ka shumë lejtor shpejt, ama Ronaldo në kohën e tij ai fenomeni. Për këtë që po thuve Mane, se të karo me pa. Ja, fenomeni. Fenomeni, okej. Fuqi. Fuqi me top ose në duel. Fuqi kam pas shumë, ama për shkakun që tash për momentin Van Dijk. Van Dijk, po. Fuqi. Duele në ajër ose me kokë. Duele. Nashta Haaland, masi Haaland, po. Edhe si shok. E vërtet. Football IQ, domethënë dikush që është shumë i mëshëm fush, inteligjencë, maestro, çka duhet ta qenë. Adem për mua kon maestro diçish i ka pas tana, si më thoni, i ka pas gollin, i ka pas asistimin, i ka pas trunin, i ka pas çdo seno kon Ronaldinho. Atë unë ai më ka shtimu dashurum në futboll. Po. Ai ka për mua maestro, tamam kështu. Revolucionar pra atë kohë, thona. Edhe fundit është leadership karakter, që tregon fush. Maldini. Maldini. Po. Pajtohen plotësisht edhe këtu.